Mbrëmjen e djeshme publiku votoi për rikthimin të Egli Takos brenda shtëpisë së Big Brother në VIP 4. Përpara se të futej në shtëpi, ajo u intervistua nga Ledion Liço, I cili I bëri shumë pyetje. Kisha nevojë të merrja frymë të ndjeja dashurinë e sinqertë. Kam gjetur një gjendje jo të mirë në shtëpinë time. Jam për ata këtu sonte. Mami ime ka sot ditëlindjen. Fjala e fundit që I thash përpara se të largohesha nga shtëpia ishte që ky rikthim edhe një herë brenda kësaj shtëpisë është për të qenë jo në borxh me ty dhe për të vënë në vend dinjitetin tim, tha Egli. Edhe pse kërkesa për rikthimin e saj nga ana e ndjekësve të reality show dukej se ishte e madhe, duket rikthimi nuk qenë ka pritur aq mirë nga të gjithë. Në programin Big Brother VIP Fan Club, Heidi Baci tregoi një grafik që tregonte se deri në mesditë Egli kishte humbur 6.000 ndjekës, nga 351.000 numri kishte shkuar në 345.000 ndjekës. Por aktualisht numri I ndjekësve ka zbritur në 337.000, duke humbur kështu 14.000 ndjekës. Të shohim se si do të jenë këto shifra në vazhdim në ulje apo në ngritje.